Prandaj ai edhe ato bisedime, bante bisedime, në shkruante, po shkruaj në Beograd, thoshte nuk e kam në shkruar. Ai kishte një qëllim, që t'ja harxoj kohën Kosovës, të lodhet edhe populli, se edhe populli lodhet, duke pritur se kur, ç'a do të bëhet me veriun, ç'a do të bëhet me jugun, ç'a do bëhet tashti me parlamentin, lodhet ai popull. Edhe edhe ai popull gjithnjë më shumë ik. Shini, populli nuk ik vetëm shkaku i skamjes. Kosovës kanë filluar ma të ikin edhe ata që kanë paga të mira mujore. A dini pse? Nuk është liri, vetëm ti ndëgjosh ti deputetët e tu si shahen me njëri tjetrin. Liri është jesh i sigurt në atë shtet, të funksionoj prokuroria, të funksionoj gjykata, të funksionoj sistemi arsimor, të funksionoj sistemi shëndetësor. Dhe aty ku asgjë nga kjo, apo shumë pak nga kjo funksionon, ju nuk ndjeni i lirë. Liria nuk është atë që e mendojmë ne. U çliru Kosova. U çliru, po nëse nuk vlen ligji aty s'ka ku një farë lirie, sepse aty deputetit të shkelty me makinë nuk shkon në burg. Aty shkon në burg edhe me vjedh një buk për fëmijët e tu. Andaj këtu te ne, ai që vjedh 50 euro shkon në burg, ai që vjedh 5 milion bëhet shok me gjykatësin. Edhe në ato shtete çfarë ndodh mandej? Ndodh ajo si ato shtete e amortizojnë revoltën e rinis, me atë që ju japin pasaportat. Edhe të rit fillojnë jenë si banor të përkohshëm të atij shteti. Nuk e intereson ma Kosova. Edhe mu më dhimbset kjo, edhe mu më dhem kjo. Mos bëhet Kosova si Shqipëria, se Shqipëria kështu është bërë deri diku. Që atje nuk ke ma opozit, nuk ke revolt. Nuk ke revolt rinore, pse? Se mbesoni shumica e ndjejnë atje si banor të përkohshëm të atij shteti. Që do të marrë pasaportën në këj fakultetin, e unë nuk du që Kosova sa jo t'i ndodhe, e dini pse, dhe të mbarë këtu. Se Kosovarët, kishin edhe kanë shpresoj një dashurin ndaj shtetit, se paguan çmim të madh. Nuk u erdhe aty në shteti, si që erdhe, mund të them edhe Shqipërisë mbas Enverit, që e kishin gati. Këtu paguat çmimi madh, këtu me sheku njerëzit shkojshin robëri, qanin, nana shqiptare vuanin, sepse u amirnin burrat, u amirnin djemt. Do me thënë, edhe këtu e duan shtetin, e çmojnë shtetin, e din ç'vlerë ka shteti. Se kur ke shtet ti ndërton, shini Kosova pasi u bë shtet, shini shqiptarët si fillu ndërtojnë e të bëjnë. E tani mos ja u ndërprej këtë hof. A unë mendoj se Kosova tashti është përpara rrezikut që ta ndërprej këtë hof. Që nuk mundet. Në fakt, revolta rinore nuk është që të krijohet përshtypje që do të ketë tashetutje, ose populli është shoqëria pret një parti politike që t'ju prij këtyre. Se mbase jemi mësuar me vetëvendosjen që sot është pushtet, që dikur bënte protesta dhe mbjellte popullin në shesh,